Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim në ekranin e ABC News për t'u njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Presidenti amerikan Donald Trump në një mbledhje të kabinetit të tij mbrëmjen e kësaj të njëjte deklaroi se kishte pasur një telefonat produktive me Vladimir Putin ku i kishte kërkuar atij që të mos bombardonte Ukrainën për një javë. Trump deklaroi se bëhej fjalë specifikisht për Kievin, kryeqytetin e Ukrainës, atje ku temperaturat përgjatë kësaj fundjave pritet të arrijnë deri në -30°C, ndërkohë që sulmet e fundit ruse kanë shënjestruar infrastrukturën kritike energjetike, duke lënë me miliona banor pa mundësinë e ngrohjes dhe gjithashtu pa mundësinë e përdorimit të gazit si mjet alternativ për të garantuar pikërisht kushte më të mira në shtëpitë e tyre për veten, për familjarët, por gjithashtu edhe për fëmijët e mitur. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se biseda me Putin kishte qenë produktive pasi të gjithë anëtarët e stafit të tij i kishin thënë të mos e bënte një telefonat të tillë, por Trump tha se unë zgjodha mendjen time, vendosa ta bëj këtë telefonat dhe rezultatet ishin padyshim pozitive nga presidenti i Rusisë, duke deklaruar kështu se ky është një hap pozitiv që do t'i shërbejë arritjes së një marrëveshje në këtë konflikt afatgjat, i cili është lufta më e madhe në Europë që prej luftës së dytë botërore. Por brutaliteti rus nuk është ndalur ndaj Ukrainës, të paktën 6 persona kanë humbur jetën në 24 orë të fundit, duke përfshirë 3 persona në Zaporizhia, ku mes tyre një burr 62 vjeçar dhe 2 gra 26 dhe 50 vjeçë. Në Kherson 2 persona të tjerë humbën jetën, ku mes tyre ishin një burr 46 vjeç dhe një grua 39 vjeçare, ndërkohë që në Kryvyi Ri, vendlindjen e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski, humbi jetën një grua e moshuar. Ka pasur zhvillime sa i përket edhe marrëveshjeve të arritura më parë mes palëve, duke përfshirë këtu shkëmbimin e trupave të plagosur, por edhe viktimave të luftës. Moska i ka dorëzuar Ukrainës trupat e pa jetë të 1000 ushtarëve të saj, të cilët kanë rënë në frontin e betejës, ndërkohë nga ana tjetër Kievi i ka dorëzuar Moskës trupat e të paktën 30 ushtarëve rusë, cilët janë vrarë në frontin e betejës përgjatë luftës së tyre në Ukrainë. Por teksa Rusia proklamon një sukses absolut në frontin e betejës, një analizë e sjellë sërish nga Instituti për Studimet Strategjike dhe Ndërkombëtare me sedinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se përparimi rus është më i ngadalti në 100 vite në një luftë botërore, duke treguar kështu të dhënat cilat janë teje të rëndësishme. Në ofensivën e Moskës në Chasiv-Yar, e cila filloi në shkurt vitit 2024, forcat e Vladimir Putin arritën që të përparonin mesatërisht vetëm 15 metra në ditë për të vjuar më pas me rekorde të tjera të cilat vijnë nga Kupiansk 23 metra në ditë dhe Pokrovsk me 70 metra në ditë. Krahasimet vijnë me konflikte të ndryshme globale, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, por edhe vetë Kinën. Për krahasim, forcat franceze kishin përparuar rreth 80 metra në ditë gjatë betejës famkeqe të Somës, e cila ishte shumë shkatrimtare gjatë luftës së dytë botërore, ndërkohë rekordet e tjera të cilat vijnë pikërisht në këtë grafik tregojnë edhe konflikte të ndryshme, duke përfshirë padyshim edhe luftën e luftrat të lindjes mesme, si Yom Kippur në vitin 1973 me Izraelin, i cili arriti të avanconte me 5000 metra apo e thëndryshe me 5 kilometra në ditë në një mesatare të regjistruar pikërisht nga këto institucione. Është ky një raport i cili tregon gjithashtu dobësitë e Rusisë në frontin e betejës. Ndërkohë, Ukraina vijon të shes sukseset e vjetra, duke publikuar për herë të parë pamjet të cilat arritën që me dronët e tyre dhe raketat të shkatronin disa prej bombarduesve më të rëndësishëm të flotës ruse, duke shkaktuar një dëm në 11 bombardues luftarak, 3 helikopter dhe një avion transport i dëm, këto të cilat u vlerësuan në koston e $1 miliard dhe detyruan Moskën të zhvendoste këto avion kaq të rëndësishëm të teknologjisë së saj ushtarake në zona të tjera shumë larg Ukrainës, por të mos i dhënë mundësinë Kievit që nëpërmjet dronëve me rrezet gjatë veprimit kishte mundësi të shënjestronte këto objektiva kritike të ushtarakëve të tyre. Ishte kjo një pasurim i thjeshtë të gjithë situatës sa i përket frontit aktual të betejës në luftën e Europës lindore. Në pjesën e parë të programit do të kemi fokusin ton tek Irani dhe analiza e cila vjen nga BBC me 7 skenaret e mundshëm të lindjes mesme, ndërkohë që pjesën e fundit dhe minutat e fundit të programit do të deklarojmë apo do t'ia dedikojmë pikërisht deklaratës së Vladimir Putin për një armpushim të pjesëshëm një javor në frontin e Ukrainës. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas siglës. Më bashkohen mbrëmjen e sotme në program General Det Prenga. General, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në War Report. Gjithashtu me mua mbrëmjen e sotme është edhe profesori asociuar i shkencave të sigurisë, zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në program.
Një analizë e BBC solli të tjera skenare sa i përket mundësisë se si do të përfundonte apo edhe si do të niste lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin, ndërkohë që analistët ndërkombëtar thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po presin pikërisht afatin e fundit të së premtes për të kryer goditjen me Donald Trump, i cili vepron gjithnjë si një president businessman, duke lejuar kështu që impakti i kësaj goditje të mos ndihet në bursat ndërkombëtare, të cilat janë të mbyllura tradicionalisht përgjatë fundjavës. Zoti Shala, e nisim së bashku opsioni i parë, cilin BBC ka raportuar dhe ka folur për të, ka qenë mundësia e një sulmi të koordinuar në mënyrë precizë, i cili do të prekte në mënyrë kirurgjikale dhe do të kishte viktima minimale civile dhe një tranzicion drejt demokracisë. Forcat ajrore dhe detare amerikane do të kryenin bombardime vetëm ndaj Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, duke shkaktuar kaos në udhëheqjen e tyre dhe në të njëjtën kohë duke minimizuar numrin e këtyre viktimave, do të jepte mundësinë popullit iranian që të shkonte drejt rrëzimit të një regjimi. Sa i mundur është ky skenar përballë një Donald Trump i cili thotë se problemin më të madh tashmë e kam me një marrëveshje bërthamore? Po, ky skenar mendoj që ishte adekuat në kohën që vazhdonin protestat. Protestat janë stopuar dhe regjimi ka kaluar në ofensiv në drejtim të arrestimeve, të burgosive masive, bëhet fjalë mbi rreth 50.000 të arrestuar, duke mos numëruar të vrarët apo arriti deri në shitjen e trupave të vdekur nëpër spitale. Pra, një makabritet që nuk ishin dëgjuar ndonjëherë. Unë mendoj që ky variant nuk është i mundur për momentin, ai mund ndodhi, domethënë sepse lidhet me programin që ka dhe presidenti Trump, sepse janë disa gjëra që duhen sqaruar në fakt. Shiko, presidenti Trump i tha popullit iranian që ndihma po vjen. Pra, ndihma po vjen drejt jush. Dhe u dha ajo ndihmë që u dha, më shumë në aspektin e informimit, se sa ndihmë ushtarake, ndërkohë që goditjet, pavarësisht se u tha do bëshin, po nuk mund të realizoheshin, sepse mjetet për të bërë goditjet të tilla ndaj Iranit, i cili deklaroi se do kundërvepronte, për të bërë goditjet të tilla duheshin ofruar gjithë këto mjete, gjithë këto forca që po ofrohen. Tashmë po i ofrohen, po nuk besoj, po kanë arrit gati 10 luftanie sulmuese dhe një aeroplanbajtëse, ndërkohë që të gjithë bazat e tjera janë në gatishmëri. Puna është se presidenti Trump akoma nuk e ka sqaruar pozicionin e qartë, domethënë kërkon të ndrojë regjimin apo kërkon që të arrijë një marrëveshje bërthamore. Unë gjykoj që presidenti Trump do të kërkon këtë të dytën, pra do ta shtojë presionin në maksimum, do të mund bëj bombardime kirurgjikale atje ku duhet, pra këta të Gardës Revolucionare, apo mund të synoj edhe liderin suprem, sepse për të bërë ato që bëri me Maduro nuk mund ta bëjë dot, sepse kërkon një mbështetje të fuqishme apo kërkon lidhje të forta brenda vendit që nuk besoj se mund t'i ketë. Nuk mund t'i ketë Izraeli deri tani të paktën. Po një operacion i tillë nuk mund të realizohet në këndvështrimin tim, nuk mund të realizohet në Iran. Pra, mund të synohet vend siç u bë me Nasrullahun, domethënë me liderin libanez që bëri Izraeli. Pra, u fiksua se ku është dhe u bën goditje të një pas njëshme me nga ato bombat amerikane që shkuan deri 100 metra thellësi, domethënë që nuk mos ketë asnjë mundësi që të shpëtojë. Kjo mund të realizohet sepse edhe kundërshtarët e regjimit janë shtuar dhe informacioni mund të jetë më i mundshëm për të dhënë. Por tashmë duhet, pra, do të synohet përmbysja e regjimit apo synohet arritja e një marrëveshje bërthamore. Unë mendoj që synimi është rritja presionit për të arritur një marrëveshje bërthamore. Dhe drejt kësaj po synohet të shkohet. Thirrjet kanë qenë edhe te presidenti Trump që duhet ulemi. Por është interesante pse nuk vazhduan bisedimet pas goditjes, pas luftës 12 ditore. Po ta keni parasysh u diskutuar, domethënë bile ishte në proces. Pati disa deklarata, ishim në Oman. Po pat para goditjes. Mas goditjes nuk pat më u ndërpren. Ekipi i Iranit bëri negociata me një ekip evropian, synua me Bashkimin Evropian, të hyrë në lojë Bashkimi Evropian, po si duket, në momentin që hyri në lojë Bashkimi Evropian, ato delegacion nga disa shtete evropiane, Trumpi e sfumoi fare dhe nuk u mor fare me këtë. Dhe u pa që kanë nxjerrë mësim apo nuk kanë nxjerrë mësim Irani.
Me sa duket Irani më njëherë e shpalli veten sikur kishte fituar këtë luftë dhe dha deklarata forta në nivelet më të larta, duke filluar edhe nga lideri suprem, dha deklarata që ne do ta ribëjmë programin, dëmet nuk kanë qenë shumë të mëdha, esenciale, do ta ribëjmë programin bërthamor, ndërkohë që filloi në mënyrë të jashtëzakonshme prodhimin e raketave dhe mundësinë për forcimin e sistemit raketor. Pra, dhe kjo e bëri që edhe Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ta ndjejnë veten që nuk kanë lënë një detyrë përgjysmë. E kanë lënë, fakt edhe vetë Izraeli ka thënë kur bëhet fjalë për Tiranin, i cili vjen të provokojë. Ndërkohë, general, duhet të kalojmë së bashku tek skenari i dytë, i cili në mënyrë të pashmangshme është i lidhur me skenarin e parë, ku flitet për mundësinë e një regjimi që mbijeton, deklarata të cilat vetë Trump i ka thënë në mënyrë të nënkuptuar, duke kërkuar regjimit të ndalë vrasjen e protestuesve, dhe në këtë mënyrë nuk do të kishte një sulm ndaj tyre, por ndërkohë që ky regjim mbijeton, do duhet sillte edhe modernizim të politikave të tij. Sa e mundur është që regjimi i ajetollave përballë këtyre sfidave globale dhe sfidave të brendshme për të dashur mbijetesën të shkojë drejt këtij hapi? Para aq sa informacione kemi mundur të marrim, jemi bindur që situata në Iran është kaq e komplikuar, e përrjedhoi dhe vendimet që merren ndaj Iranit e për gjithë zonën në përgjithësi, ku objekti kryesor është Irani, edhe për vetë presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, pavarësisht skenareve dhe ekspertëve që i kanë studiuar me hollësi e me detaje për të bërë e organizuar operacionet e nevojshme, cilat do qofshin duke filluar nga këto goditet kirurgjikale nëpërmjet forcës ajrore dhe forcës detare, sepse këto në kombinim të jashtëzakonshëm e në informim të shërbimeve të fshehta, nga ku më kryesor do të jetë Mossadi, që është i shpërndar dhe i kudo gjendur në territoret, unë them që goditja e parë Iranit i është dhënë sot nga Bashkimi Evropian nëpërmjet shefës së politikës së jashtme dhe gjithë ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku kanë shpallur tashmë Gardën Revolucionare, organizatë terroriste. Dhe duket një ndjekje politikave të Washingtonit. Dhe kjo, mendoj unë, se është hapi i parë i hapjes i fillimit të goditjeve ndaj Iranit. Dhe nuk do të vonoj, mendoj unë, gjatë, pa çka zhvillimeve në formën e bisedimeve, sepse kontaktet, pa çka zhvillimeve të situatës në Iran, situatës së brendshme të Iranit, kontaktet me Departamentin e Shtetit të dërguarit e presidentit Trump dhe ministri i jashtëm të Iranit, bisedimet nuk janë arritur do të ulen në një marrëveshje, por kanë qëndruar dhe urat e komunikimit nuk janë ndërprer për asnjë çast. Dhe kjo është fal presionit që ka ushtruar presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por dhe pjesa tjetër e botës që dal ngadal po kalon në peshorën e një vendimi të shpejtë të mundshëm për goditjet, për zgjedhjen e një nga skenarëve të mundshëm, pasi për më se 49 vjet, 47 vjet, sa i takon, është tepër e vështirë për të besuar që ky regjim do të ndryshojë në të ardhmen. As për Iranin vet, as për rajonin dhe as për më gjerë globin dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këto kushte, unë mendoj që brenda 2-3 ditëve, me që kapacitetet operacionale për të vepruar realisht janë në distancën optimale për të siguruar goditje dhe për të mos u goditur nëpërmjet masave. Nuk është rastësi që 2 bashkëpunëtorët mërtaf dhe partnerët mërtaf të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që kryeministri Netanyahu dhe ky i Arabisë Saudite, mos ka po, kanë lëvizur të 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të frenuar ose për të mbështetur goditjet. Cilat do të jenë goditjet dhe sa do të jetë spektri i tyre, por unë them me shpalljen organizat terroriste të Gardës Revolucionare, që është pjesa më gjakatare e ushtrimit të pushtetit të Ajetullahut, pas saj
unë mendoj se është e domosdoshme ndërhyrja qoftë edhe në këto operacionet kirurgjikale për të bërë të mundur për të goditur infrastrukturën kryesore bërthamore, kryesorën të raketave balestike dhe të kokave drejtuese. Për sa kohë, këta e kanë marrë një vendim të tillë dhe e kanë shpallur tashmë. Organizata terroriste do thotë që ajo të goditet, ku do të gjendet të arrestohen, të ndalohen, asetet e tyre financiare të bllokohen, dhe kjo është Dhe do të ketë presion nga gjithë anët. Kjo është i presish një dorë të fuqishme të shtrirë të Ayatollahut. Dhe kjo tashmë është prerë dhe unë besoj që jo shumë larg me ditë do të jetë edhe kjo pjesa e ndërhyrjes, pa çka se kush do të jetë, dhe unë anoj më shumë tek skenari i parë. Skenari i parë. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer pastaj në pjesën e dytë të emisionit dhe për të parë një perspektivë më të gjerë, jo vetëm të asaj se çfarë mund të bëjë Amerika, por se çfarë mund të ndodhë pas kësaj goditjeje. Rikthehemi në pjesën e dytë të programit, ku po diskutojmë të gjithë skenaret e parashikuar nga media britanike BBC sa i përket mundësisë së goditjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, me Shtetet e Bashkuara që duket se janë shumë pranë tërheqjes së këmbëzës dhe çfarë pasojësh do të sillte e gjitha kjo për rajonin. Profesor Shala, skenari i tretë i paraqitur nga BBC është një rënje totale e regjimit dhe zëvendësimi i tij nga një sundim ushtarak. Duke parë të gjithë kontrollin të cilët treguan forca e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe duke parë të gjithë përqendrimin ku sigurisht tregoi edhe një dobësi me vrasjen e mbi 35.000 protestuesve brenda 2 ditëve, sa i mundshëm është ky skenar dhe do të sillte të njëjtin precedent siç ndodhi me Serin dhe Al-Sharan? Unë gjykoj që është një nga skenarët e mundshëm, sepse edhe pjesëtarët e Gardës Revolucionare, pavarësisht se janë shpallur organizatë terroriste, u shpallën sot nga Bashkimi Evropian dhe kanë qenë organizatë terroriste e shpallur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete të tjera. Kështu që ata nuk përbën rësi për ata. Por në këtë rast, për të shmangur rënjen totale të sistemit, mundet që Garda Revolucionare, duke qenë se ajo kontrollon pothuajse gjithë jetën ekonomike dhe ushtarake të vendit, sepse ushtria pak a shumë ka marrë një pozicion neutral, dhe ne mund japim një skenar në lidhje me ushtrinë bile, dhe në këtë rast Garda Revolucionare mund të suprimoj funksionet e liderit fetar dhe ta marrë pushtetin. Është një shembull që ka ndodhur në Egjipt në kohën e Al-Sisi, kur ishte shef komandant ushtarak, domethënë, dhe përmysi presidentin e asaj kohe, i cili edhe ai ishte një regjim gjysmë fetar dhe mori pushtetin. Pra pasi patën filluar revoltat dhe demonstratat nëpër rrugët e qytetarëve. Pra edhe sot Al-Sisi është në pushtet. Pra ka mundësi që ky skenar të ndodhë. Por a do jetë kjo më e mira e mundshme nëse ndodh? Nuk është se do jetë për popullin iranian, sepse këta janë ata që kanë ushtruar dhe. Po do të sillte trazira dhe këta gjithsesi ata mendojnë për pushtetin e tyre, nuk mendojnë për popullin, se po të mendojnë për popullin nuk vrisin aq qytetar, aq të rinj të reja. Dhe do të jetë një efekt pasqyrë, mendon. Pra ajo vetëm sa do t'ja zgjaste pak më tepër jetën e regjimit, por nuk do ta bënte të pakthyeshëm, domethënë. E qartë, ndërkohë, general, ka një tjetër skenar ku thuhet se Irani mund të hakmerret duke sulmuar forcat amerikane dhe fqinjt. Nuk është një histori e padëgjuar, le të kthehemi në qershorin e vitit të shkuar, ku në fakt për dikën që do të lexonte mirë deklaratat e liderëve botror, do të kuptonte se ishte një sulm i koordinuar ku dukej se edhe amerikanët kishin njoftuar Teheranin për sulmin e tyre, ashtu siç edhe Teherani bëri nëpërmjet kanaleve diplomatike të vendeve të rajonit të lindjes mesme. Ndërkohë Teherani thotë se do ta përshkallëzojë këtë konflikt nëse ndodh. Do të përdorim raketat tona për të goditur bazat amerikane në rajon, por gjithashtu do të godasim edhe luftanijet. A mendon se do të shkojmë drejt kësaj përplasje dhe kush janë rreziqet më të mëdha që mund të vinë? Si skenar qëndron për sa kohë janë të kërcënuar, edhe pala tjetër do të përpiqet të reagojë. Dhe një nga mënyrat e reagimit është ky skenar i parashikuar me anët edhe avantazhet e veta dhe disavantazhet e veta. Gjithsesi, në pritje të një goditje të mundshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata mund ta ndërmarrin një veprim të tillë dhe
jam i bindur që edhe vendet, edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po vendet e rajonit në përgjithësi janë të përgatitura për këtë lloj skenarit të mundshëm që duket që është i paraqitur dhe ka mundësi dhe të realizohet, duke marrë në konsiderat gjithmonë presionin e madh dhe kërcënimin që ka Irani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe duke qenë në ajër vendimi për të goditur, ai mund të reagojë me një goditje përpara se sa të merret vendimi. Por jam i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vetvete I kanë marrë të gjitha masat për mbrojtje. Për gjitha ata i kanë marrë gjitha masat dhe jo më kot edhe Izraeli, edhe vendet të tjera, edhe bazat që tashmë drejt për drejt aty ka pak prezencë dhe dëmët nuk do t'jenë, si thot, do t'jenë mjaft të kufizuara dëmët që do shkaktohen, atëherë ai në këtë rast ka edhe disavantazhin tjetër, sepse po që se ndërmerr një gjë të tillë, atëherë nuk do t'jetë më operacion kirurgjikal i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por dhe i aleatëve, përfshirë dhe Izraelin, sepse po që se godet Izraelin, Izraeli atëherë nuk mund të rritë duar kryq. Ai vërtet ka thënë, ka deklaruar që unë nuk do marr pjesë në operacione luftarake, por nëse goditet, atëherë detyrimisht që ai do të reagojë dhe kjo do të bëjë që përshkallëzimi i konfliktit të jetë shumë i madh, i vështirë për të parashikuar dhe dëmët kolosale do t'i psoj vetë Irani. E qartë. Ndërkohë, profesor Shala, jemi të qartë se ka vetëm dy leva që i lëvizin botën, ose kështu ka qenë tradicionalisht, frika dhe ekonomia. Duket sikur në skenarin e parashikuar nga BBC do të përfshihen të dyja, pasi flitet për mundësinë që Irani të vendos mina pikërisht në ngushticën e Hormuzit. Për treguar pak edhe për ata që na ndjekin, ngushtica e Hormuzit është një ndër nyjet më të rëndësishme traktare të botës, ku kalon të paktën 25% e trafikut pikërisht të eksporteve të karburantit botror, të karburantit global. Pra, ka një rëndësi të madhe dhe Donald Trump e ka bërë qartë, nuk e kërkon mbylljen e këtij kanali, kësaj ngushtice e cila është kaq e rëndësishme për të gjithë botën. Gjasat që të ndodhë, sa janë? Absolutisht, nëse do ketë rëndim të situatës, kjo është një nga reagimet që mund të bëjë Irani, dhe më thonë mbyllin, sepse Irani donë që tashmë përgjësia apo dhimja të shpërndahet edhe tek tjerët në një farë mënyre, dhe ajo zona gjirit përdon rreth 40% të totalit global të naftës, ndërkohë që nga ngushtica e Hormuzit qarkullon rreth 20%. Imagjinoni se çfarë do të shkakton ekonomisë botërore kjo. Kështu që për këtë arsye edhe shtetet e rajonit dhe në përgjithësi të gjitha duke filluar kanë synuar që ta binin presidentin Trump të gjejnë në rrugën mos i largohet deri tashmë rrugës diplomatike, pra të gjendet akoma më tepër. U mund t'ju them shqetësimet e Turqisë, i kam ndjekur politikat e tyre këto deri orë të fundit dhe janë interesante. Dje është mbledh Këshilli Kombëtar i Sigurisë dhe ka trajtuar çështjen e Iranit dhe kanë planifikuar që nëse kriza shpërthen, pra që mund të ketë valë refugjatës, të krijohet një zonë tampon. Një zonë tampon siç e bëri Turqia në luftën në Siri, domethënë Turqia vetë forcat e saj të marrin një pjesë të territorit brenda territorit në thellësi të Iranit, dhe kjo zonë, ky territor pastaj të jetë për tu shërguar popullsia që do shpërngulet për mos lejuar që të futet në Turqi. Pra, Turqia shumë e shqetësuar. Jo legjitime, arrestoi ditën e djeshme 6 agent. Absolutisht, Turqia është shumë e shqetësuar dhe po ta shohësh edhe ministri jashtëm ka bërë një fushat të madhe, domethënë edhe ndërmjetësuese me synime, por me sa duket presidenti Trump nuk do t'i marrë në konsiderat këto. Ai ka synimet, mënyrë se si do godasi, mënyrë se si pra ushton trusnin për të arritur atë qëllimin final që ai ka. Pra, që për mendimin tim qëllimi final në interes nuk është rënja e regjimit, por është nënshkrimi i marrëveshjeve bërthamore dhe kërcënohet sigurisht aleati i tij kryesor. Ndërkohë, general, le të rikthehemi sërish tek skenaret ushtarake. Analiza e BBC-s përmend disa prej rasteve më interesante dhe famkeqje ku le të themi ushtria amerikane është turpruar, duke përfshirë skenarin i cili ndodhi pikërisht me shkatruesin miliardë dollarësh US Gold, i cili u dëmtua nga një sulm i Al-Qaedës në portin
portin e Adenit vitin 2000 duke vrarë 17 marinarë amerikan dhe përpara kësaj në vitin 1987 një pilot avioni irakian qëlloi gabimisht 2 raketa Exocet drejt një luftënie amerikane US Stark duke vrarë 37 marinarë. Skenari i radhës që BBC parashikon është mundësia e mbingarkimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore në luftanije dhe aeroplan mbajtëse amerikane përmes raketave balistike me rreze të gjatë veprimit të Iranit. Sa është mundësia që një prej këtyre luftanijeve të fundoset, goditet dhe të shkatërrohet? Hyrja në luftë pa çka superioriteti që ka njëra forca apo tjetra dhe armatimit dhe modernizimit të saj, kapacitetet nuk është asgjë e sigurt që nuk mund ndodh. Unë do thosha që këto ndodhin, kanë ndodhur dhe do të ndodhin dhe nuk quhet turprim, por humbje të tilla janë të planifikuara. Asnjëherë dhe në asnjë lloj hapësire kohore në të gjitha konfliktet apo luftet që kanë ndodhur, askush si ekspert nuk planifikon që të mos ketë dëme të tilla në një luftë. Të mos ketë të vrarë, të mos ketë anije të mbytura, të mos ketë avion të rrëzuar. Askush nuk e llogarit. Dhe kjo është pjesa e riskut që merret përsipër dhe vihet në balancë. Cila është pjesa që ne arrijmë vërtet dhe në raport me atë që arrijmë, cila do të jetë pjesa e dëmit që na shkakton, se ai është në pozitë të tillë i vendosur me shpata pas murit dhe nuk ka nga të shkoj, do të reagoj se s'bën. Pra Irani. Nuk mos reagoj, ai nuk reagoi në goditjen që bëri vitin e kaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ishte disa orëshe dhe goditja ishte vetëm për 3 hapësira, detyrimisht që paralizoi dhe sistemin e zbulimit të hapësirës ajrore edhe sistemin e lëshimit të raketave. Por nuk qëndroj një luftë të gjatë, pastaj je i detyruar të reagosh. Edhe do të reagoj se s'bën me mënyra metoda bashkohore e shumë të sofistikuara, qofshin dhe nga ato më ordineret, por dëmin ta shkakton dhe asnjë nuk mund ta heqe nga lista që mund të ndodhi gjë të tillë. Unë për të ardhur tek ajo pjesa që edhe besoj duhet të jetë dhe qëllimi final i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, unë jam në një linjë me atë që tha profesori. Që nëse do të konsumohen përfundimisht pjesa diplomatike e ulës në tavolinë për të nënshkruar marrëveshje për armatimin bërthamor të Iranit, prisni çdo skenar. Absolutisht. Njëri nga këta skenar për mua nga i pari është më i mundshmi për të realizuar, sepse sa më gjatë të jetë luftimi e pjesëmarrja në luftë në operacion luftarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës, aq më shumë kosto ka në të gjitha aspektet për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk do askush dhe ka mësime plot që kanë nxjerrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke filluar që nga vitet 60-70 në luftës në Vietnam e për të ardhur në konfliktet që ju përmendet dhe BBC e ka theksuar. Dhe këtë nuk e do askush. Askush për të marrë një kosto të cilën do t'i rëndojë së tepër. Kjo puna njëve që thot generali është mundësia të ndodhi dhe është luftë. Ke parasysh që dhe nuk dihen kapacitet. Irani testoi disa rakete të reja. Jo, të marrim pavarësisht se në rastin e Izraelit, Izraeli ka pas atë mburojnë shumë shtresore, ka pas paralajmërimin e hershëm, ka pas gjithë me gjithë shumë një numër i konsiderueshëm raketash arritën të godasin Izraelin, pavarësisht se në media nuk qarkullu shumë informacion, domethënë sepse ishte një informacion hermetik. Por gjithsesi mendoj që Shtetet Bashkuara do t'i marrin masat edhe në për pasur të gjithë situatën. Nëse vogël në vartim që tha profesori, këtu jo vetëm sistemi i raketave që mund ta sistemi i vëzhgimit të hapësirës ajrore të kontrollit të raketave mund ta paralizosh. Por ai mund të bëj në një transport detar dron i çon deri në distancën e tillë që ti komandoj, po ti komandoj dhe mund të dëmtoj, nuk përjashtohet. Dhe të kryej edhe këtë. Dhe një koment shumë të shkurtër, rrëzim i regjimit, kaos total në Iran. Sa i mundur si skenar? Nuk është i mundur si skenar, po të vazhdonte, po të ishin situata protestave. Unë mendoj që tashmë mundësia është vetëm qofse bëhet një operacion për azhësimin e liderit suprem, që të merret vesh u azhësua. Vetëm kjo mund të prodhoj pasaj lëvizje tjera, lëvizje domethënë domino, që mund të ngrihen, mund të rifillojnë demonstratat dhe mund të përfshihet opozita, po për sa kohë që edhe në ato demonstrata nuk u prodhua një leadership politik për udhëheqje, nuk mendoj se
nuk mendoj se mund të arrihet, por një destabilizim i tillë do jetë, këtë nuk e do askush, nuk e duan as vendet e rajonit, nuk e duan as Shtetet Bashkuara të Amerikës, një destabilizim të tillë sepse mund të hapshin probleme shumë të mëdha rajonit një, Irani pastaj mund të kalojë në parcelizimin e Iranit, po i themi, sepse edhe pakicat kombëtare mund të kërkojnë pavarësi, autonomi, kurdët mund të hapin probleme. Do të cilëte një copëzim territorial. Një copëzim territorial. Gjiral, 2 komente shumë shkurt, rrëzim regjimi, kaos total, sa i mund shumë? Nuk është në interesin e askujt. As Shtetet Bashkuara të Amerikës jo, as të rajonit, kam bindjen që jo, por edhe nuk shoh një mundësi të tillë. Për sa kohë, fryma e protestave është drejt zbutës së shurjes më saktë, për arsye të regjimit gjakatar dhe të mos ndaljes së këtij regjimi të vrasjes së njerëzve dhe protestuesve të pafajshëm, aq sa ata që janë të plagosur kanë frikë të shkojnë nëpër spitalet, sepse edhe spitale kanë një sistem reprezale për t'i arrestuar dhe për t'i gjykuar në mënyrë të shpejtë dhe pavarësisht se kanë biseduar, vazhdojnë çdo ditë gjykimet e përshpejtuara dhe varjet e atyre të ndaluara. Vrasja e këtyre personave. Mirë, do ta mbyll këtë program të War Report mbrëmjen e sotme, sigurisht me një informacion të minutës fundit, i cili raportohet tashmë nga Wall Street Journal, i cili thotë se Irani ka deklaruar se nuk do të pranojë në asnjë mënyrë që të negociojë nën presionin amerikan të shtuar përgjatë orëve të fundit dhe se nuk do të dorëzohet dhe të jap apo të jap fund programit pasurimit të uraniumit dhe gjithashtu do të refuzojë limitet në sa i përket prodhimit të raketave të tyre balistike, duke treguar kështu një rezistencë të Teheranit dhe duke shtyrë Amerikën më pranë tërheqjes së kësaj këmbëse. Profesor Shala, faleminderit që ishe me mua sonte në War Report. General Det Prenga, kënaqësi për gjithë analizat ushtarake dhe për pikpamjet që ndave sonte me ne. Kemi mbritur kështu në fund të War Report, por abcnews.al është adresa ku informojnë në kohë reale për të gjitha zhvillimet jo vetëm në arenën ndërkombëtare, por edhe nga vendi dhe rajoni, si dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.